Mënyra e të ushqyerit të shëndetshëm apo jo është kthyer sot në një nga arsyet kryesore që shkakton edhe probleme me shëndetin. Të gjendur përballë kësaj dileme, të gjithë pyesin veten se çfarë mund të bëjnë për të përmirësuar cilësinë e jetës e për të shmangur më pas të gjitha rreziqet që na vijnë nga keq ushqyerja dhe të mundohemi në të njëjtën kohë që në këtë mënyrë të zgjedhim një ushqim të shëndetshëm. Megjithatë, kuzhina shqiptare ka ushqime të shëndetshme të cilat me fanatizëm i kemi ruajtur deri në ditët e sotme. Në këtë listë bën pjesë edhe një nga ushqimet më të vjetra të kuzhinës sonë tradicionale, që vazhdon edhe sot tek kësaj dite të jetë ndër më të preferuarit, kryesisht tek ata që e kanë shijuar deri në vitet 90. Bëhet fjalë për trahanan, ushqimin që më herët e mbritte gjithë familjen përreth tryezës e ku nuk mund t'i rezistojë pjatës që kishte para. Pavarësisht viteve që kanë kaluar, tradita e konsumit të trahanas nuk ka humbur ende e gjithë kjo fal një zonjë duarart që në fillim të viteve 90 e nisi prodhimin dhe tregtimin e trahanas me një sekret që e bën atë të pakonkurrueshme me shijen edhe në treg. Teknologja duarart Madalena Noti e ka bërë të mundur që fal idesë së saj për të ruajtur traditën e ushqimeve të shëndetshme, të kemi sot në tavolina trahanane cilësisë së lartë, ato të prodhuar nga biznesi Trahanas Lundëria. Familja Noti, prej vitit 1995, tregton në paketime të posaçme trahanan, ushqimin e traditës së shqiptarëve, duke e sjellë me një recetë ashtu sikundër vetëm një familje nga Lundëria do të dinte ta sjellte. Zonja Magdalena, përmes finesës së një nikoqireje të vërtet, ka ruajtur traditën dhe përkushtimin për prodhimin e trahanas, që mban të njëjtin emër me zonën nga kanë preardhjen familja Noti nga Lundëria e Gjirokastrës. Është zonja duarart Madalena Noti, e cila krijoi me dashuri këtë produkt që sot përdoret në masë në tavolinat e çdo familjeje shqiptare dhe jo vetëm. Ndonse për një fatkeqësie zonja Madalena u nda nga jeta, ajo la pas këtë produkt të mrekullueshëm me një imër të madh të ngritur me dashuri e sakrificë familjare, Trahanaja e Lundërisë. Trahanaja Lundëria vazhdon të prodhohet sipas recetës së gjysheve tona, por për shkak të kërkesës së lartë të konsumatorëve, familja Noti prodhimin e trahanas e bën edhe me ndihmën e makinerive. Procesi i prodhimit të trahanas është një proces sa i thjeshtë aq edhe i vështirë, sa i impenjativ aq edhe delikat. Gjithë procesi nis nga zënia e brumit e vijon më tej me fermentimin e tij. Tharje në furra të posaçme e deri në paketimin për të bërë gati për tregun. Aktualisht, kjo është e vetmja kompani e cila me biznesin e saj familjar ka bërë të mundur që të ruajë traditën e trahanas, si dhe përgatitjen e saj jo vetëm për tregun shqiptar, por edhe për atë ndërkombëtar. Emigrantët janë ata që i nderuajnë me fanatizëm traditën e ushqimit të trahanas. Kthimi i emigrantëve në Shqipëri sjell edhe boshatisje në marketeve me produktin e trahanas, pasi ata e blejnë këtë produkt në sasi të konsiderueshme për ta marrë me vete në shtetet ku jetojnë. Ndaj dhe kompania është falendëruese për të gjithë këta emigrantë. Në kuadër të rritjes së biznesit të tyre, familja Noti ka zgjedhur të zgjerojë më tej dhe gamën e prodhimeve të saj me pluhurin e sheqerit, niseshtën e së fundmi edhe produktin e ri të cilësisë së lartë të miellit të orizit. Ky prodhim i ri e rendit biznesin privat të familjes në rekorde të më të mirave, pasi produkti që del nga punishtja është i cilësisë më të lartë. Pas blerjes së lëndë të parë të orizit, punojësit e kompanisë kujdesen që ta lajnë orizin për të përfituar pastërtinë e kristalt të produktit të tyre. Procesi që pason larjen është ai i tharjes në furra të posaçme e më pas bluarja në një nga mullinë special. Me fëmijë të vegjël janë ato që kanë më shumë nevojë për një produkt të tillë, pasi edhe ushqimi i fëmijëve është pjesa më delikate dhe më e rëndësishme e rritjes së një fëmije. Biznesin e familjes aktualisht për shkak të emrit dhe të cilësisë që ofron në treg nuk mund ta konkurrojë askush. Megjithatë, ideatori dhe pronari i biznesit Kitchonoti mbetet i hapur për të gjithë bizneset që ta konkurrojnë atë me të njëjtin standard të cilësisë që ai ka arritur me biznesin e tij familjar. Fal kësaj pune me përkushtim, sot të gjithë kemi mundësinë që në tryezat tona të shijojmë prodhime cilësore të trahanas dhe miellit të orizit Lundëria, produkte këto që kanë tërhequr vëmendjen e të gjithëve nëpër markete. E nëse ende nuk keni shijuar mëngjeseve herët apo mbrëmjeve një pjatë me trahanane shishme të Lundërisë,
apo nuk e keni ushqyer fëmijën tuaj me mielin cilësor të orizit Lunxheria, nuk ju mbeti tjetër veç se t'i provoni. Duarhartët e familjes Noti, përmes prodhimeve të biznesit Lunxheria, ju mundësojnë që të ushqeni shëndetshëm e të provoni shije të papërsëritshme. Lunxheria, kjo krahinë e mirënjohur e traditave dhe kulinarisë, rësmalit të lunxherisë në Gjirokastër. Sjell në çdo familje shqiptare një traditë 200 vjeçare. Trahanaja e lunxherisë. Produkt bio, historik dhe trashëguar me kujdes nga gjyshet e prindrit tanë. Përpunim artizanal i miellit të grurit, përzier me kosin e lopës dhe gjalpin e deles. Shije e veçantë për të gjitha moshat, edhe për fëmijët. E trashëguar nga historiku i zonës, e bën këtë produkt shumë të kërkuar në treg. Traditën shqiptare sjell për ju kompania Lunxheria, së bashku edhe me një gamë produktesh si mielli i orizit, niseshte mistri, pluhur sheqeri, produkte cilësore që ruajnë vlerat ushqimore dhe tradicionale. E gjeni në çdo distributor, market dhe supermarket. Lunxheria, shija e traditës. Adresa: Rruga Kongresi i Manastirit, Tiranë, 069 35 90 672. Lunxheria, lider në prodhimin e tranas dhe miellit të orizit. Lunxheria është lidere në prodhimin e tranas, në përpunimin e miellit të orizit dhe në tregtimin e të gjitha produkteve të saj. Tregton produkte cilësore të pastra, të garantuara për tregun shqiptar dhe më gjerë. Përpunimi i miellit të orizit është i veçantë, pasi përdoret për fëmijë të vegjël dhe kërkon kujdes. Orizi i cilësisë së parë lahet në vaska të veçanta me ujë të rrjedhshëm, tahet në pura tharse, bluhet imët dhe paketohet për t'u hedhur në treg, i pastër dhe me cilësi ekstra. Lunxheria, lider në prodhimin e tranas dhe miellit të orizit. Lunxheria, lider në prodhimin e tranas dhe miellit të orizit.